Në emisionin Debat në Shenja, Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu foli për gjendjen aktuale dhe sfidat në sistemin shëndetësor, duke theksuar rëndësinë e menaxhimit efikas dhe digitalizimit si hapa drejt përmirësimit të shërbimeve. Ai tha se brenda 5 ose 6 viteve shëndetësia mund të arrijë standardet europiane. Ai po ashtu njoftoi bashkëpunime me disa komuna, përfshirë atë të Çashkës, për ndërtimin e infrastrukturës së shëndetësisë primare. Ballafaqimi parë ishte me krijimin e buxhetit të ministrisë, i cili krijoheshte deri tani i bazuar në histori dhe jo në të dhënat dhe nevoja. Pra ndruam metodologjinë e buxhetimit të institucionit, gjithashtu aspekti i kapaciteteve njerëzore. Pra tani ma shëndetësia i ka tri shtylla kryesore që neve investojmë, ajo është infrastruktura. E dini që momentalisht derisa flasim 14 salla në klinik janë duke u renovuar nga e para, 4 janë nga fundi, 2 janë nga mesi dhe të tjerat janë në fillim të procesit. E dini që gjithandej investojmë në aspekt të infrastrukturës. Ndër të tjera, ai komentoi edhe rezultatet zgjedhore të koalicionit Vlen, nga ku sa i përket zërave se Ministria e Shëndetësisë, se kjo ministri do t'i merret Vlenit dhe do t'i takojë një partner tjetër të koalicionit, Aliu tha se pozicioni i tij është politik dhe se mund të ketë ndryshime. Ai deklaroi se është i fokusuar në punën profesionale dhe dëshiron të mbahet mend për punën që ka bërë, dhe jo në kalkulime politike. Këto pozicione janë pozicione politike, dhe duhet të kemi unë të paktën e kam një kulturë administrative që punoj aty ku jam me përkushtim dhe deri në ditën e fundit në pozitën që jam. Pra nuk kam konkuruar në konkurs për të bërë ministër, thjesht është pozicion politik, dhe është funksion, i cili në përputhje me politikat në institucione, në shtet, në qeveri, mund të ketë edhe ndryshime të tilla. Në aspekt a do të ketë ndryshime në shëndetësi apo jo, besoni që unë jam treguar edhe më herët, që jam personi i cili nuk merrem me këtë punë, dua që në fund të ditës, pasi që do t'jem apo nuk do t'jem në atë institucion, të mbahem mend për punët që i kam lënë brenda dhe për proceset të cilët i kam bërë. I pyetur nëse është optimist që shëndetësia mund të rregullohet në vendin tonë, Aliu tha se është optimist për shkak të 2 aspekteve. E para, sipas tij është aspekti i digitalizimit dhe me një strategji sipas tij afatshkurte të mesme dhe të gjatë. Shëndetësia tek ne brenda 5 ose 6 viteve mund të duket si një shëndetësi e vendeve europiane, me shërbime optimale shëndetësore.